Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Pali kuptoi që gjithë predikimi dhe mësimi në botë nuk ka shumë vlerë nëse nuk mbështetet me lutje nga shumë besimtarë të krishterë. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Imagjinoni çfarë do të ndodhte sikur të gjitha mënyrat e komunikimit të ndërpriteshin papritur e pakujtuar. Sistemi telefonisë të mbyllej, fakset të mos punonin, ekranet e kompjuterave të ishin bosh, edhe të gjitha radiot dhe televizionet papritur të binin në qetësi, të mos funksiononin. Për shumicën nga ne, kjo gjë është më shumë e paimagjinueshme se sa e papërshtatshme. Sigurisht, nëse do të ndodhte, do të ishte tragjike. Për besimtarët, lutja është rrjeti ynë i komunikimit. Nëse lejojmë që ta mbyllim jetën tonë të lutjes, rezultatet do të jenë me ndikim të gjerë. Rritja jonë shpirtërore do të frenohet dhe shërbesa jonë shpirtërore për perëndim do të ndalet. Sot në emisionin Prekja e Zotit do mësojmë se si të themelojmë një komunikim të qëndrueshëm me Zotin me qëllim që të bëhemi ndërmjetësues efektiv. Le ta ndjekim Dr. Stanley. Në letrën drejtuar Kolosianëve, Pali na kujton që jemi të shpenguar, jemi kthyer nga errësira në dritë, jemi të falur, që në identifikimin ton me Krishtin jemi kryqëzuar me të, jemi varrosur, ngritur dhe ulur me të. Krishti është bërë jeta jon, kur kemi Krishtin, kemi gjithçka. Jemi të plotësuar në të. E kemi lënë mënjan njeriun e vjetër dhe kemi vendosur njeriun e ri. Tani jemi dikush që nuk kemi qenë më parë. Ne jemi krijesa të reja në Krishtin. Ja pra pse shumë gjëra nuk na përshtaten, sepse jemi fëmijë të Perëndisë. Ai thotë se kur ti dhe unë bëhemi një person i ri në Krishtin, diçka ndodh në marrëdhënien tonë me njerëzit e tjerë. Më pas ai vjen në këtë pasazh në bisedën për bazën dhe kuptimin e aktivitetit të tij në jetën e një besimtari që është njeri i lutjes. Pra, le të kthehemi tek letra e drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargjet 2 deri në 4. Kujtoni që Pali po e shkruan këtë letër nga burgu. Ai thot në vargun 2: Ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar me të në falënderim, dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkak të cilit jam edhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur duke folur siç duhet. Pali në këtë pasazh thot dy gjëra esenciale. Së pari na tregon si duhet të jetë qëndrimi ynë ndaj lutjes, dhe më pas na bën të ditur një thirrje të fuqishme për të lutur. Ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar me të në falënderim. Pali shpjegon se si duhet të jetë qëndrimi ynë. Ai përdor termin ngulmoni, që është ideja e zotimit, por kuptimi në greqisht është këmbngulje, që do të thotë qëndro në të, varu aty, mos hiq dorë, mos ndalo shpejt, por vazhdo të lutesh. E mbani mend çfarë tha Jezusi tek Ungjilli Mateut, kapitulli 7, vargjet 7 deri në 8: Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. Një nga problemet e besimtarëve sot është që e presin përgjigjen menjëherë. Nëse nuk e marrin, heqin dorë. Më pas themi, Perëndia duhet të jetë inatosur me mua. Së dyti, duhet të ketë mëkat në jetën time. Së treti, me siguri nuk është vullneti i Perëndisë. Nuk ka në asnjë vend në Bibël që të thuhet që Perëndia e dëgjon lutjen tonë dhe përgjigjet menjëherë sa herë që lutemi. Në fakt, tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 2, Pali thot: ngulmoni në lutje. Secila nga fjalët në këtë varg jep një ide të vazhdueshmërisë. Kjo do të thotë të këmbgulësh vazhdimisht në lutje, të jesh vigjilent dhe të kesh një frymë lutje falënderimi.
Tani besoj se qëllimi i Palit është inkurajimi njerëzve të cilëve u shkruan që të luten. Është i njëjti motiv që kam në zemrën time. Kështu që dua që të nxjerrni lapsat jashtë. Dua t'i shkruani ato gjëra. Edhe më pas, dua t'i bëni vetes pyetjen. Nëse lutja do të bëj këtë gjë në jetën time, a nuk duhet të jetë ajo prioritet në jetën time si të krishter? Pra, çfarë po ndodh dhe pse na thot Pali, ngulmoni në lutje, këmbgulni në lutje, qëndroni të palëkundur në lutje. Ju do t'i rezistoni djallit në çdo provë dhe joshje, çfarë do lloj shqetësimi që djalli të sjell. Para së gjithash, kur ti dhe unë kalojmë kohë me të në lutjen dhe marrëdhënia jonë personale me Jezus Krishtin bëhet shumë e gjerë dhe shumë e thellë. Së dyti, perceptimi dhe këndvështrimi ynë se kush është Perëndia dhe se si ngjan ai, pafundësia dhe madhësia e tij do të bëhet edhe më e gjerë. 3. Kemi një qëndrim pozitiv besimi. Jo një qëndrim intelektual, mendor, por i shohim gjërat nga këndvështrimi i Perëndis. Kjo bën që të besojmë në të në mënyra që kurrë nuk e kemi besuar më parë. 4. Është një proces pastrimi në zemrat tona, ndërsa e bëjmë lutjen prioritetin ton. 5. Ne po zhvillojmë një pasion për bindjen ndaj tij. Kur fillojmë të lutemi, Perëndia bën diçka në zemrën tonë. Ai krijon një pasion për bindje. 6. Presionet e jetës fillojnë të zhduken dhe fillojmë të përjetojmë një paqe me Perëndin që nuk e kemi përjetuar kurrë më parë. 7. Plotësimi i nevojave tona. Fillojmë ta shohim Perëndin si siguruesi i nevojave tona, kështu që fillojmë të besojmë dhe të varemi tek ai. 8. Lutja është rruga e rritjes tonë shpirtërore. Ndërsa fillojmë të kalojmë kohë me të, ne rritemi shpirtërisht. Diçka fillon të ndodhë në jetën tonë. 9. Si kur më parë në jetën tuaj shpirtërore, po krijohet një fuqi e madhe. Ju do t'jeni një dëshmitar i mirë tek të tjerët. 10. Diçka po ndodh në jetën tuaj. Ju po përjetoni prodhimtari. Jeni në gjendje të jepni fryte. Lutja meriton pra të jetë prioriteti ynë. Sa herë që flisni me Perëndin, ju po flisni me krijuesin e universit. Po flisni me sovranin, me themelin e gjithë shkaje, me të pandryshueshmin, me supernatyronin, të plot fuqishmin. Perëndia mund të projektojë çdo gjë kudo, në çdo kohë, në çdo lloj rrethane, në qoftë se kjo gjë është në vullnetin e tij. Tani, mendoni që çdo kush e di këtë. Të gjithë ne e dim që duhet ta bëjmë lutjen një prioritet në jetën tonë. Pali nuk po flet për lutjen në rast emergjence. Ai po flet për një mënyrë jetese, sepse Pali e di mirë se çfarë ndodh kur luten njerëzit e Perëndis. Kështu që thot, kërkesa e parë që duhet të jemi këmbgulës dhe të rezistojmë nga çdo lloj sulmi satanik. Duhet të jemi patjetër vigjilent. Duhet të jemi sy hapur, të gjallë, të zgjuar. Dhe së dyti, ai thot ta bëjmë këtë në frym. Pse? Bani mend që Pali po shkruan nga burgu. Nëse ju dhe unë do të luteshim për një situatë të vështirë në jetën tonë, do të klithim Perëndis dhe do t'i tregonim se sa gjëra të këqija po kalojmë, se sa e tmerrshme është kjo, e tjerë. Atëherë çfarë po bëjmë? Më shumë duket se kemi probleme me bindjen ndaj Zotit. Sepse e vërteta është se edhe nëse jam në një situatë të vështirë, duhet ta falenderoj Perëndin për këtë situatë dhe të pres që të mësoj diçka prej saj. Mund të thuash, jam në një proces mësimi për diçka. Duhet t'i nënshtrohem me dëshirë vullnetit të Perëndis në këtë situatë, megjithse nuk e pëlqej. Jam i hapur të mësoj, jam i hapur të rritem, jam i hapur ta shoh Perëndin nga një këndvështrim ndryshe. Jam i hapur që Perëndia të më mësoj rrugët e tij të reja dhe jam i gatshëm të pres. Ky është durimi sipas pikpamjes së Zotit. Pali thot në këtë pasazh, cili është qëndrimi i drejtë? Të këmbgulni në lutje, të jeni vigjilent me një qëndrim falënderimi dhe më pas na drejton në një apel të fortë. Tani vini re se çfarë thot tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 3. Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne. Ai thot,
Është koha juaj personale për lutje. Është koha që kaloni personalisht me Perëndin. Kryesorja për këtë është kur thot: "Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne." Pali e di që lutja jon e zellshme përpara Perëndis, vigjilenca dhe falënderimi ynë janë gjithmonë të pranishme sa herë që i kërkojmë Zotit gjëra për veten tonë. Por ai thot: "Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne." Pali e dinte rëndësinë e lutjes. Ja pse thot për shembull tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, vargu 12: "Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje." Të këmbgulni në lutje. Ai thot tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 8: "Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën, duke ndonjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët, sepse ai fuste në listë të gjithë parzëmoren e ushtarit të kryqit." Ai thot tek vargu 17: "Për krenaren e shpëtimit", në vargun 14: "Brezin e së vërtetës." Dhe më pas thot në vargun 18: "Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje." Pali thot tek letra drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 17: "Lutuni pa pushim." Një nga lutjet më të bukura që Pali ka bërë ndonjëherë është tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 1, vargu 9. Prandaj dhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Pali e nxit gjithmonë popullin që të lutet. Po kështu, ai inkurajon të lutem për të. Ja se çfarë thot ai tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 3: "Duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne." Për çfarë po flet ai? Ai thot: "Ky është një qëndrim i duhur i lutjes, të jemi sy hapur, vigjilent dhe me një frym falënderimi." Dhe vazhdon: "Ju bëj thirrje të luteni." Mëtej thot: "Thirrja ime është të luteni jo vetëm për vete, por edhe për shërbesën. Kam 2 kërkesa." Dhe vini re se cilat janë kërkesat e tij. Ai thot në vargun 3: "Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilit jam edhe i burgosur." Le të shikojmë disa nga këto pasazhe. Le të fillojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15. Vini re se si Pali përsëri u bën thirrje të lutem për shërbesën e tij. Ai thot tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 30: "Dhe ju bëj thirrje o vëllezër, për Zotin ton Jezus Krisht dhe për dashurinë e frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje, te Perëndia për mua." Ai nuk po thot, kur të luteni, a mund t'i kërkoni Perëndis që ta bekoj apostullin Pal? Ai thot, luftoni, kacafytuni bashkë me mua në lutje te Perëndia. Ai thot, kam nevojë për ju të shkoni përpara Perëndis dhe të luftoni në këtë betejë shpirtërore për mua, sepse po kaloj në për të gjitha llojet e vështirësisë, vuajtjeve dhe provave. Dhe mëtej, nëse do të vini re tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 1, vargu 19, Pali thot: "E di në fakt se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e frymës së Jezus Krishtit." Kurse tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 17, këtë kohë Pali bën një kërkesë shumë të thjeshtë: "Lutuni pa pushim." Vargu 25 në të njëjtin kapitull ai thot: "Vëllezër, lutuni për ne." Tani më lini t'ju bëj një pyetje. Sipas mendimit tuaj, pse apostulli Pal, ky njeri gjigant frymëror, vazhdimisht, letër pas letre, vazhdon të lutet, duke ju kërkuar edhe këtyre njerëzve të lutem për të? Sepse apostulli Pal e kuptoi që gjithë predikimi dhe mësimi në botë nuk ka shumë vlerë, po të mos mbështetet me lutje nga shumë besimtar të krishterë. Apeli Palit këtu është një apel 2 pjesësh.
Tek thirrja e para ai thot tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 3, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës. Por sa të dobishme janë dyert e mundësisë nëse aty nuk është dikush që të lutet. Ai tha, po ju bëj thirrje të luteni. Mbi të gjitha për çfarë? Po ju kërkoj të luteni për dyert të hapura. Nëse do të ktheheni tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargjet 8 deri në 9, Pali i referohet kësaj, kur ishte duke i shkruar kishës së Korintasve. Ai tha, dhe do të rri në Efes deri për rreshajat, sepse mu hap një derë e madhe dhe e fekshme, dhe kundërshtar ka shumë. Tani, ideja e Palit për derën e hapur ishte mundësia për të predikuar ungjillin. Vini re, ai nuk tha, lutuni që dyert e burgut të hapen. Madje as nuk kërkoi fare për këtë. E dini pse? Ai kërkoi që të hapeshin dyert e mundësisë për predikimin e ungjillit, sepse më vonë, ndërsa Pali u burgos në Rom, me sa duket u vu në pranga nga një ushtar romak. A mund ta imagjinoni privilegjin që të ishte i prangosur për kaq shumë ditë? Jo vetëm kaq, kur nuk ishte i prangosur. Ushtarët romak e ruanin ditë e natë. Por Pali thot tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli i parë, vargu 12 deri në vargun 14. Tani vëllezër, dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për hapjen e ungjillit, aq sa të gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbar e dinë se un jam në vargojnë për Krishtin. Dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojnët e mia, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndis pa frikë. Ndërsa ai po predikonte për kryqëzimin dhe ringjalljen e Krishtit, u shpëtuan të gjithë në familjen e mbretit. Kur njerëzit fillojnë të luten, Perëndia fillon të punojë. E vërteta është që Perëndia punon në përgjigje të lutjeve të popullit të tij. Ndryshe Pali nuk do t'i shkruante çdo njerëz për këtyre kishave duke thënë lutuni për mua. Pali thot, po ju bëj thirrjen e dytë, jo vetëm që të hapen dyert e mundësisë, por që dera e mundësisë të jetë për fjalën. Tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargjet 3 deri në 4. Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilit jam edhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur duke folur siç duhet. Mbi të gjitha, ai e quan mesazhin një mister. Për çfarë misteri e kishte fjalën Pali? Një mister që dikur ishte i fshehur, tani është zbuluar. Për Palin, misteri përfshinte një sër gjërash, por dy nga më të rëndësishmet janë këtu. E para që ofrimi i shpëtimit, që është kryqëzimi i Krishtit në Kalvar, dhe ringjallja dhe ngritja e tij, është një derë e hapur si për izraelitët, ashtu edhe për paganët që të shpëtohen dhe të jenë bashkë në të njëjtin trup, që është edhe kisha. Tani të gjithë janë një në trupin e Krishtit. Misteri i dytë është që Perëndia jo vetëm që është në parajs, por kohën që pranoni Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj personal, Jezusi vjen të jetoj brenda jush. Ai vjen të banojë në ju dhe t'ju jap atë ndjenjë gëzimi dhe konfidencë të papërshkrueshme që kemi unë dhe ti. Perëndia i gjallë supernatyror jeton brenda nesh përmes frymës së tij të shenjtë. Është misteri që dikur ishte i mbuluar, por tashmë është i zbuluar. Pali thot që dua ta marrin të gjithë këtë mesazh për të cilin ka nevojë. Ai thot tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 3. Ngulmoni në të lutur, duke ndënjur zgjuar me të në falënderim, dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilit jam edhe i burgosur. Dhe përveç kësaj, gjëja e dytë në këtë pasazh është ajo që thot në vargun e 4, në mënyrë që ta bëj të njohur duke folur siç duhet. Tani, kjo është lutja ime për veten çdo javë. Zot, dua të ma mësosh këtë, kështu që të jetë shumë e thjeshtë dhe e qartë për mua, që të mund ta kuptoj. Dhe më pas, Zot, më trego si ta them atë në mënyrën që edhe 9-vjeçarët të mund ta kuptojnë që mëkati i çon në shkatërrim, që Perëndia i do pa kushte, që do t'i shpëtoj, që do të jetoj brenda tyre, që do t'i rris për të bërë diçka të vlefshme,
të çmuar për të dhe për mbretërinë e tij. Dua që ta kuptojnë më parë 9 vjeçarët dhe pastaj më të rriturit. Tani këtu dua t'ju nxis për diçka. Dëgjoni me kujdes. A keni menduar ndonjëherë se sa e rëndësishme është për Zotin lutja për drejtuesit e kishës suaj? Dua t'ju them juve që nuk luteni kurrë për pastorin tuaj. Imagjinoni të shkoni në kishë të dielën në mëngjes dhe të prisni që Perëndia t'i flasë zemrën suaj përmes një njeriu që për të cilin nuk e keni marrë mundimin të luteni ndonjëherë. Duhet të dini se kjo është tragjedia e shumicës së kishave. Antarët e këtyre kishave e konsiderojnë pastorin e tyre si dhuratë. Oh, ai ka kohë që predikon. Nuk ka nevojë për ndonjë përgatitje apo vajosje të veçantë. Mjafton të hap gojen dhe e ka predikimin në majtë të gjuhës. Të vetmen gjë që shikoni kur një njeri hap gojen është gjuha e tij, sepse e vërteta është se asnjë nga ne nuk mund të thotë ndonjë gjë me vlerë, përveç se nga fryma e Perëndisë. Një njeri mund të jetë shumë i shkolluar, të ketë njohuri për gjithçka, të kuptojë gjithçka, të jetë elokuent, i qetë dhe i sjellshëm. Por ajo që do të thotë nuk do të ketë ndonjë vlerë të përjetshme. Nuk ja vlen të harxhoni as një minutë nga koha juaj për të dëgjuar një person të tillë. Por çfarë është ajo që i jep fuqi dhe autoritet predikimit? Është lutja e njerëzve. Miku im, ti dhe unë kemi një detyrë të shenjtë përpara Perëndisë, ti lutemi për mundësinë e dyerve të hapura dhe që e vërteta të jetë e thjeshtë, e qartë për të kuptuar nga çdo njeri. Ju nuk e dini se si të luftojmë për të kuptuar të vërtetën dhe të luftojmë bashkë me Perëndin, ashtu si thot Pali. Luftoni me mua të dim të vërtetën, të kuptojmë të vërtetën që të jetë e qartë dhe e kuptueshme për cilin do. Ai thot, ju bëj thirrje. Thirrja ime është që t'i luteni Perëndis për dyrë të hapura, për mundësi të reja. Lutuni që Perëndia ta bëj mesazhin e tij të thjeshtë, të qartë dhe të kuptueshëm. Ti dhe unë kemi një përgjegjësi hyjnore dhe ju bëj thirrje në emrin e Jezus Krishtit. Ti luteni Perëndis për të hapur dyrë të mëdha. Lutuni Perëndis që të na mësojë në mënyrën më të thjeshtë. Lutja është një akt adhurimi. Ndërmjet lutjes rrëfejmë përkuljen tonë edhe varësinë tonë në Perëndin. Që nga koha që e njohim atë dhe adhurojmë, këto janë dy nga privilegjet më të mëdha të një besimtari. Ne kemi nevojë t'ia kushtojmë veten tonë lutjes. Pranoni nxitjen e Dr. Charles Stanley dhe angazhojeni veten në një jetë me lutje. Që të kuptojmë sa më qartë vullnetin e Perëndisë, kemi nevojë të investojmë kohë për ta njohur atë nëpërmjet lutjes edhe meditimit mbi shkrimin e shenjtë. Psalmi 19:7-11 na kujton që ligji i Zotit është i përsosur. Ai e përtërin shpirtin, dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriu e thjeshtë. Porositë e Zotit janë të drejta, edhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra edhe ndriçojnë syt. Frika e Zotit është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshirueshme se ari. Po, shumë më tepër se ari kulluar, janë më të ëmbla se mjalti nga ai që del nga hojët. Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre. Ke një shpërblim të madh duke i parë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.